أشهد إننا نعلو ويقصر حولنا الأقزام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد. Gjitha falënderimet, lavdërimet, adhurimet I takojnë vetëm Allahut subhanahu wa taala, vetëm atë azza wa jalla falenderojmë dhe vetëm prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Dëshmojmë dhe deklarojmë dhe e pranojmë se nuk ka zot që meriton të adhurohet përveç Allahut subhanahu wa taala. Dhe se Muhammedi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam është rob dhe I dërguar I Tij dhe është vetmja krijesë që Allahu subhanahu wa taala na boni kush që ta ndjekim këtë krijesë hap pas hapi, nëse dojna me kanë të shpëtum në Isran ditën e Kiametit. Allahu na bon prej ty ja Rabbi. Salavat dhe selamet qofshin mbi këtë njeri të bekum sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, mbi familjen e tij të pastër, mbi të gjithë shokët e tij ridwanullahi alaihim wardahum jamian, dhe mbi të gjithë ata që e pasuan dhe do ta pasojnë këtë rrugë deri në Kiamet. Allahu na bo për ty ja Rabbi. Allahumma amin. Amin, amin. Pasaj vëllezër musliman, sot me lejen e Allahu subhanahu wa taala do të fillojmë apo do të hapim një kapitull të Kur'anit për të bërë tefsir ashtu siç I kanë bën dietarët, siç e kanë kuptuar selefi deri te kuptimi I sakt I pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dhe kemi vendosur kadal inshallah nëse ban e gjeli sabër kena mi dal në fund dhe kena me kuptu rolin e kësaj sure që do të flasim dhe do të fillojmë pas pak inshallah. Dhe kjo sure quhet Suratul Hadid, surja apo kaptina e hekurit. Do ta kuptojmë mbrenda ajeteve të kësaj sure e cila I ka 29 ajete. Do ta kuptojmë inshallah rolin pse Allahu subhanahu wa taala e ka thujt me këtë emër, pse Allahu subhanahu wa taala e ka përmend një sure komplet çështjen e hekurit. Dhe kjo sure ka zbrit gjatë kohës sa ishte I dërguar me Allahut alayhi salatu wassalam në Medinë. Sipas një transmetimi të Imam Ahmedit rahimahullah, Imam Tirmidhiut, Abu Davud dhe Nesaiut, Allah e pas mëshiru, e bin transmetim dhe thujnë se I dërguar me Allahut alayhi salatu wassalam I ka këndu sabbahat. Sabbahat I bje që kanë fillu surët me sabbaha lillah, I lartësum është Allah, e lartësojnë e madhërojnë Allah. Dhe këto sure I ka këndu I dërguar me Allahut para se me ro me fjet. Këto sure I ka këndu për çka? Pse Allah subhanahu wa taala disa herë edhe në surën Rahmanin plot sure ka përmend ajetet të njëjta. Në surën Rahman fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban, disa herë ka përmend për më na dhon neve një mesazh. Sipas mufessirinëve, është një mesazh shumë I fortë. Pse? Nga se ndalën çet ajet dhe ndalën çeto sure që po thuhen shpesh, për arsye se ka një mësim shumë të veçantë që nuk e kanë këtë sure tjera. Nga se dallan surja për surës. Kul huwa Allahu ahad është një e treta e Kur'anit. Kul ya ayyuhal kafirun është një e katërta e Kur'anit. E kështu me radhë, ndërsa në këtë transmetim hadith pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka thonë në këtë sure
Suratul Hadid është një ajet që është më me vlerë se sa 1000 ajete. Pesha e këtij ajeti është më e madhe se sa 1000 ajete. E se cilën është ajet, do të shohim në vazhdim me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Ajeti i parë i kësaj sure thot Allah subhanahu wa taala: Sabbaha lillahi ma fi s-samawati wal ard. E lartësojnë dhe madhërojnë Allahun te bareke u taala. Çka ka në qiell dhe çka ka në tokë. E lartësojnë dhe madhërojnë Allahun te bareke u taala. Çka ka në qiell dhe çka ka në tokë. Wa huwa al-azizul hakim. Dhe Aja është te bareke u taala i gjithfuqishmi dhe aja është i urti. Sipas komentit që i ka bë njëri prej dietarëve Sheikh Shankiti rahimahullah në Adwaul Bayan, librin e tij, ku e ka komentu ajet me ajete, Kur'anin, komplet librin e ka që e ka komentu Kur'anin me Kur'an, ajet me ajet. Dhe kjo është komenti më i saktë që i bëhet Kur'anit. Thot është e ngjashme me ajetin në surë tjera që Allah subhanahu wa taala një prej ajeteve ka përmend dhe ka thonë: Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ard wa man fihin. Çka ka në qiell, 7 ka qiell dhe toka, dhe çka ka në mes tyne e madhrojnë Allahun subhanahu wa taala. Ndërsa ju nuk e vrejni ata. Ndërsa ju nuk e vrejni, kjo është për neve, se na nuk e ndëgjojmë malin duke madhru Allahun, na nuk e ndëgjojmë diellin duke madhru Allahun, na nuk e ndëgjojmë hanën duke madhru Allahun. Mirë po, mos harro se këto janë disa shembuj që Allah në Kur'an kur i ka përmend, ka tregu shumë mirë se gjithçka çka posedon që ka kriju Allahu është në madhrim ndaj Allahut subhanahu wa taala. Për shembull lindja e diellit, që sa miliarda vjet e sheh shkenca që është kriju. Hiç mos hin ka shkenca. Kush e di fillimin se kur e ka kriju Allahu diellin, kërkush se din. Ndoj një pikë që të, se s'ka birnonë që e lul. A dije se prej atëherë kur e ka kriju Allahu dhe ka urdhnuar me dal ka lindja dhe me shku ka perëndimi, me perëndu atje, a ka ndryshuar ndonjëherë? Gjonën e ndryshim që ka ndodhur ndonjëherë në histori. S'u keni me gjetë kurr. Ai ndryshim ka me ndodhur veç një herë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i përshkruan shenjat e mëdha të kiametit, thot një prej shenjave është lindja e diellit ka perëndimi. Veç një herë ka me dhonë Allah urdhër. Dhe thot alayhi salatu wasallam sa herë të perëndon dielli. E që i bje që dielli lëviz nuk lëviz toka, sa herë që të perëndon dielli, i ban sejdë Allahut. Prej frigës dhe Allah që e kose mos pëjep Allah urdhër me lind ka perëndimi, e nuk pëndegjan, nuk peqan urdhërin e Allahut në vend, sa e që të ban sejdë, kur ta qënë kokën prej sejdës, thot, o Zot, ka të lindi. Jepe atë urdhër Allah, ka do të me lind, se nuk pe di, për çdo ditë. Allah subhanahu wa taala deri sa dje shë e modhe kiametit ka mi thonë çka lind atje ku ke fillu. Dhe kjo është sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard. Këtë Allahun e madhrojnë, se nuk guxojnë me largu prej urdhave të Allahut. A është ditë që u bën në notë? Është urdhër e Allahut që s'ka mundësi kërkush me ndryshu këtë. Nga se s'vet dita hiç as ti as mua s'kërkon, po e vet ata që e ka kriju. Kur të fillon me roshi nale, thuj stop, ballkero, hajde hec që thash. Fjallë bere dilin. As një sen nuk i mundësi me ndryshu, oj shkret. Ata që ka Allah ta ka lon përsipër e ki vetën tonë dhe që ata së një të mujtë me ndalë, që ata së një të mujtë me drejtu dhe me udhëzu me adhëru Allah subhanu wa taala, që ata qatë zemë që e ki shumë e vogël që është, dhe aja është në urdhrat e Allahut, se rej me urdhrin e Allahut dhe kur të ndalët me urdhrin e Allahut, që ata së një të mujtë me mbush me imon dhe me këfjell dhe me adhëru Allahun, e po pretendan këtë gjëllësi me kop në dorë. Wa kana al-insanu zaluman jahula.
Allah ka përshkru çështjen e njerit me një ajet dhe ka thonë, ka qenë shumë i paditër njeri kur e ka marrë këtë përgjegjësinë që me çu amanetin e Allahut këtë din në vend, me adhuru vetëm Allahun subhanahu wa taala. Wa huwa al-aziz, dhe ai është i gjithfuqishëm. I gjithfuqishëm, dietarët kanë thonë, tefsirin e Ibn Kathirit e përmend dhe thotë i gjithfuqishëm që i nënshtrohet çdo gjë Allahu subhanahu wa taala. El Hakim, thot ai është i urti. Allahu subhanahu wa taala është i urtë me urtësinë e tij ka kriju gjithçka. Me urtësinë e tij ka kriju çdo gjë. Me urtësinë e tij ka dhënë urdhra Allahu subhanahu wa taala. Me urtësinë e tij ka vendosur ligjet e tina. Këtë janë me urtësinë e Allahu subhanahu wa taala. Efa hukma al-jahiliyati yabghun. Mirë po disa po dëshirojnë apet më na kthyn në ignorancë. Me ligjet njerëzve me gjiku dhe me kap njerëzit dhe po shije sa fesade ato bon tuk dhe po shije se sa gjakdera ato bon tuk pa drejtësisht me zullum. Kur gjë nuk është zullumi atyne që ka gjujnë, që është zullumi atyne që i dinë zullumqarë dhe s'folin kundër zullumit. Zullumi më i madh është nëse ti e di dhe nuk fol për atë zullum. Edhe nëse është baba yt, edhe nëse është nona jote dhe gruaja jote e fëmijët e tu. Nga se kjo është dini e Allahut, nuk është proll. Për ta kena mu pyet ditën e Kiametit. A mendove se Allah subhanahu wa taala këti i kalon neglizhenta? A mendove se Allah subhanahu wa taala këti i kalon çish do ti me tu dhe hajt ullamor? Në fund në xhenet valla shkon. Pse e paguni huç aty vjeta kënë një tallkin, nikulu valla, hajde ullamor 3 ditë e po në xhenet me 3 ditë. U kryma veti. Lumet na salat. Thot Allah subhanahu wa taala ajetin e dytë. Lehu mulku s-samawati wal ard. Atina i takon sundimi i qiejve dhe i tokës. Yuhyi wa yumit. Dhe ai është që e ban i jep jetë dhe ai është që i merr jetën. Me urdhrin e Allahut gjitha këto ndodhin. Dhe thot Allah subhanahu wa taala wa huwa ala kulli shay'in qadir. Dhe Allah subhanahu wa taala është i fuqishëm mbi çdo send. Nga se vetëm Allahut i takon dhe as kujt tjetër, kujt na dën çka dën mi dhon. Kujt na dën Allah mos mi dhon diçka, wallahi s'un ka me mujt me marr kërkushiç. Edhe më priket njerëzimi s'kan me mujt me dhon atë. Për pas ata çka Allah ka vendosur me dhon dhe ti ki me posedu çata që Allah ta ka dhon. Thot Allah subhanahu wa taala ajetin e tretë. Huwa al-awwalu wal-akhiru. Allah subhanahu wa taala është i pari pa fillim dhe është i fundit pa mbarim. Allah është wal-zahiru wal-batin. Është i dukshmi dhe është i padukshmi. Dhe për këtë ajet dietarët kanë rënë në di se hadithi që e cekëm fillim është ma me vlerë se sa 1000 ajete, thujnë është ajeti i 3 i surës El Hadid, kë ajet që e citum. Nga se kjo është një përmbledhje komplet e besimit në Allah. Kjo është një përmbledhje e njohjes së robit ndaj Allah subhanahu wa taala. Nëse gjitho kimi përmend dhe kina mi mësu mirë, kime njoft mirë se kush është Allah subhanahu wa taala. E para prej tyne, huwal awwalu. Ai është i pari pa fillim. Ai të di se para Allah nuk ka ekzistu kërkush, ka ekzistu veç Allah. Ai të di se s'ka mundësi me ekzistu kërkush me Allahun. Barabar s'ka mundësi përpos me lejnë e Allahut kur i ka kriju Allah, kur ka dosht ai ka kriju. Dhe ai është i fundit pa mbarim. I fundit pa mbarim. Nuk ka me vdek kur. Këtë na kena me vdek. Thot Allah subhanahu wa taala në surën Rahman, kullu man alejha fan. Çdo gjë që kam kriju, këtë kam shkatru, kam me vdek, ka fund, do të shkatërrohet.
wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, dhe do të mbetet vetëm fytyra e Allahut subhanahu wa taala dhe askush tjetër. Kjo është Allah i pari pa fillim dhe i fundit pa mbarim, që s'do të ketë pas tij mo. Kjo është i fundit, lam yalid wa lam yulad, që s'është i lindur dhe se ka lind kërkon. Kjo është Allahu el-Dhahir. El-Dhahir është i dukshmi, wal-Batin është i padukshmi. Disa prej argumenteve janë që tregojnë madhështinë e Allahut subhanahu wa taala, dhe disa tjera Allah do të na i tregon ditën e Kiametit. Sipas tefsirit të Sa'dit rahimahullah, ka thonë Allahu e ka emrin el-Dhahir i dukshëm, nga se i njeh veprat që i bën njeri edhe kur i ka ashiqor që i bën. Wal batin, thot i bën veprat në insani mendon që se çka kërkosh, mi po thot mos harro se prej emrave të Allahut është i padukshëm që ka më ti po veprat që ti mendon që kërkosh nuk ka ti po. Allah është i vrejt atu dhe e din sakt dhe ka më ti përmend sakt që ti ke bërë të vepra. Kjo është wal batin. Kuptimi më i saktë ka thonë është kjo, nga se robi shpeshherë mashtrohet kur të veçohet, thot hajtë se sa të më po kërkosh, hajtë se pe mbyllet derën, hajtë se valla këtu e kum dal vetë në ledin jam, kërkosh nuk kam sheh mua. Kresja që tash, bën gjuna Allah subhanahu wa taala, Allah na ruaj ya Rabbi. Ebu Dawudi rahimahullah e bjen i transmetim dhe thot, e pyeti dikush Ibn Abbasin radiallahu anhuma vardahuma, dhe i tha, diçka po më ndan brendësinë tëm o Ibn Abbas, nuk jam të një vetën mirë, nuk jam të një vetën rahat. Ibn Abbas e pyeti dhe i tha, mas janë të ardhur dyshime diçka? Tha, mos e bën më ak për dyshime, se dyshimet i kanë ardhur dërgumit Allahut alayhi salatu wasalam. Pse? Ja citaj ajetin dhe tha Allah subhanahu wa taala, fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayk, nëse ti ki dyshim o Muhammed për ata çka na jemi duke ta zbrit tyje Kur'anin, atëherë fas alil ladhina yaqra'una, shko pyeti ata të cilët i kanë lexuar. Çka kanë lexuar? E kanë lexuar el-kitabe min qablek, këtë librat që kanë orë para teje. Çka pyeti ata që i kanë mrin librat para teje, Tevratin, Zeburin dhe Injilin? Çka pyeti ata? Pse ata që janë dishëm prej tyne kanë më tregu se zanafilla e këtyne librave është prej Allahut, sikur se ky Kur'an që po të shpallë ty o Muhammed është prej Allahut te barekuhu taala, laqad ja'aka al-haqqu min rabbik, dhe dije se e vërteta vetë se të ka ardhur ty prej Zotit tënd. Thot këtë dyshim e ka pas edhe i dërguar me Allahut. Thot mos e bën mrak nëse e ki këtë dyshim. Thot jo, thot kam diçka mbreng në veten time, suneni veten rahat. Thot atëherë lexoa ajetin e 3 surës Al-Hadid. Thot cilin thot Allah ka thonë huwa al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin. Thot dije se Allah është i pari pa fillim, i fundit pa mbarim, ai është i dukshmi që i njeh veprat ashiqore që i bën njeriu, dhe është i padukshmi që i njeh veprat në fshehtësi kur të i bën njeriu. Wa huwa ala kulli shay'in alim, dhe dije se fundi thot ka ardhur, ai është i gjithdijshëm për secilin. Ai është i gjithdijshëm për secilin. Ne elus me Allahun subhanahu wa taala të na forcon dhe të na begaton me ditorin e këtij Kur'ani ya Rabbi. Na bën sinqert në ata çka e mësojmë dhe çka e thojmë dhe çka e praktikojmë ya Rabbi. Elus me Allahun azza wa jall që të na shton ditorin e kësaj feje, pasimin e kësaj feje ya Rabbel alamin. Elus me Allahun azza wa jall të ndihmon muslimanët kudo që janë ya Rabbi. Të faran qafirat edhe gjithë ata që ndihmojnë aty në ya Rabbel alamin. Allah i shtif me zvetit të pa bomshin mos u ndalt ya Rabbi, lufta me syne deri sa u shkatrrushin këtë. Nga se na s'kem fuqi me luftu, po e kemë Allahun që ai mund me javshtin fitilin. Wa makaru wa makara Allah wallahu khairul makirin. Sa që mundojnë ata me bë kurtha të tyne janë dështume,
planët e Allahut subhanahu wa taala shkojnë vend gjithmonë, nga se është Allah i pari pa fillim dhe i fundit pa mbarim, wa huwa ala kulli shay'in qadir, dhe ai është i gjithfuqishëm mbi çdo send. E ne lutem Allahun azza wa jall më na forcon këtë fe. Wa sallallahu wa sallam ala abdika wa rasulika Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. التوحيد تشهد إننا نعلو ويقصر حولنا الأقزام